Çfarë duhet të kenë më shumë kujdes prindërit kur bëhet fjalë për ushqyerjen e foshnjave, qoftë me gjia apo me formulë? Së pari, në ditët e para, vlerësohet refleksi i kapjes, i gëlltitjes. Nëse fëmia nuk e kap mirë gjirin, ai ka nevojë për asistencë shëndetësore. Infermierja e konsultorit duhet jetë e pranishme çdo ditë derisa fëmia të mësohet të thithë dhe gëlltisi vetë. Zakonisht problemet tek prematurët ndodhin në 2 muajt e parë. Dhe në të tilla raste, kur pesha është më pak se 2 kilogram, pesha e lindjes, është mirë që fëmia të peshohet çdo ditë. Më tej peshohet çdo javë. Ndërsa rritja në gjatësi monitorohet me ritme më të ngadalta, një herë në javë ose në 2 javë mund të rritet 1 centimetër. Nënat gjithashtu duhet të vlerësojnë keqthitjen e ushqimit në zor. Kjo lidhet me shenjat përkatëse që janë kolikat, qarja, fëmia që qanë me klithma në mënyrë periodike, tregon që ky fëmijë ka fryrje të zorve ose vështirësi në jashtëqitje, dalje më të shpesh, pra tranziti i zorve është më i shpesh se zakonisht dhe fëmia nuk shton në mënyrë ritmike, por mund të ketë edhe konstipacion. Në të dyja rastet, mamat këshillohen me mjekun e konsultorit dhe rekomandohen probiotikët sipas nevojës.